Të shtëna me armë zjarri në ajër kanë alarmuar banorët e zonës së Alidemit në Tiranë mbrëmjen e së dielës, duke shkaktuar panikë dhe shqetësim mes qytetarëve. Sipas burimeve, autori dyshuar i ngjarjes është 32 vjeçari Amaril Xhamashi. Dyshohet se ai ka qelluar me armë zjarri në ajër pasi kishte humbur para në baste sportive dhe në gjendje irritimi ka shkrepur armën teksa lëvizte me automjet në këtë zonë të kryeqytetit. Menjëherë pas njoftimeve të marra nga qytetarët, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë duke identifikuar dhe arrestuar 32 vjeçarin. Gjatë operacionit është sekuestruar dhe arma e zjarrit, që dyshohet se është përdorur në incident. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se i arrestuari nuk ka dhënë shumë sqarime për motivet që e shtyn të kryente veprimin, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Mësohet se Amaril Xhamashi është një emër i njohur për organet ligjzbatuese, pasi dhe më herët ka qenë i proceduar për vepra të ndryshme penale, ndërkohë policia po vijon veprimet procedurale dhe verifikimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes që trazoi banorët e zonës së Alidemit.